protesta është drejtëshuarjes? Sigur njësi, unë me thonë vetën kam vajt nga 25-23 ditë. Është, do me thonë, është pa kokë. E që këtu luen, edhe është çudi e madhe, që luen do më kundra SBA-s, këtu lobojnë Sorosia, dhe këto që e fusin këto agenturet e uja, edhe do shuhet se shiten. Janë 10 veta që e komandojnë, nuk le njeri me fol, edhe bezdisin dhe njerëzit i vinë për dalë që kalin lomë, e pos doli dikush, jo, politika do risk, që dali një burr, unë jam filoni, do boj këtë, si po lu Trumpi, gjitha i burr shteti, dhe ka risk politika. Dhe jo këtu, Edi Rama është një burr ordiner, Sala më ordiner se ai, llogaritë kanë imunitet, edhe nuk arrestohet Belinda Balluku, është i kriminuar me goce që gjithë prokurori e lartë, qatë drejt janë këto gjithë to gjykata kushtetuese, edhe tash Sala me Edi Ramën ma njoni tjetrin intereset e vete, po se kur do t'i vi funi, me këtë lloj proteste harrohet. Po si do ndryshoj protesta në mënyrë që të arrihet qëllimet? Ore, në vend ta ketë frikë populli, ka populli frika. Por çfarë ruajnë këta kur i kanë bë këto të mira Shqipni, Sala e tjerë? Janë të inkriminu deri në them, tash pa revolt, çfarë revolte është kjo? Çfarë revolte? Tra la la, Rama në burg e Sala në burg, dalin atje, nuk e di, ju jeni më të mendshëm se mua, se jeni gazetar. Ka një kokë protestave, sa është e nevojshme të ketë një kokë protesta? Por nuk dalin mërti, nuk, ore, dëgjoj, nuk kam pa popull ma frikacak, unë këtë nuk e di, arsyen. Do që tash policien e torturun. Ai merr 800.000 lekë, rreth 800.000 lekëshin. Me taksat tona mbrohen, duhet që nga spaku këto, ti e mund, me menen time, duhet i arrestoj popullit gjithë me këta. Me president, ai presidenti është idiot komplet. Domthonjë njeri pa i nyrë, duke se shet vaj edhe mistra në Rogozhinë. Hajde ju përshëndes. A keni kërkuar ndonjëherë të mbani ndonjë fjalim në protestë? Po nuk të lejnë. Una për shumë flas tull, me thonë drejtën, flas gjona konkrete, për shumë për ta ulan ballën, 20 ashtu, ja, nuk të lënë. E rrethojnë atë, e kuptoti, edhe kanë po të njëjtin model. Tash është si puna si kapset e rrobave. Tash më mirë dheni i ato palanta, ata edhe mos dali kot i turdhër njerëzit. Po zgjidhja Dritan Goxhaj për të përpiluar kërkesat, për të shpalosur kërkesat e protestës. Po vlla, këta si serojnë për televizione. Ai nuk e di, është ushtarak. Unë jam familje ushtaraku. Këtë vetëm zap ushtarakët e bëjnë, dalin trupët komando, forca speciale, t'i arrestojnë edhe t'i izolojnë. Kjo është gjithë mërse leja. Unë nuk e kam frikë as ligjin, në i shaj në mënyrën më barbare dhe kom qef përballë me këto gjyqtar e prokuror paqavure. Janë ordiner për mu. A do që protestuesit të shkojnë një natë dhe para spakut? Po unë po them me rrethu spakun, derisa ta arrestojnë Belinda Ballukun. Nëse nuk e bëjnë, se janë faktet kokëforte. Për qa vinë atje vërdallat? Ja ku është Sheshi Skënder, vej monitor, edhe vetëm me celular ja filmon pronë atyne dhe ja që të bindet populli. Këta shiten, ne shitena. Nuk e di se qa, edhe se po folë shu, edhe urina nxefet. Ne pas kemi gjak hurme. Po Berisha? Po Berisha duhet t'i parët mëronë fëmijët e vetë. Berisha e ka shkatarru me gjithë fatos, nanone, ore kush ka qenë kryeministër, me Mekse me gjithë. Lena më Berisha të vret, si thaj, të vret notën e të qatë ditën. Po të ishte Shqipnia këshu. E tha mira i Ramiz Alia, si Rinia sot tha, dhe Shqipria nesër. Ja ku e ke lirë me të në burg. Se e meritojnë gjithë për në burg. Ta hanjoni, këta janë bande shpartalume për mu. Adriatik Lapaj, Kot, nu i Kos, Shqipria bëhet. Po si bëhet? Dela i qorri kur kanë ashu, marrin e i tender në i gjë, supa gji, për mu, pa i nërë. A mendoni se protesta po shkon drejtëshuarjes? Po, stop se na ka këtu. Na ka këtu nuk bot protesta për t'i kishtirë bi unë. Pa vot, me vot. Pik, til për një ekonomi, do kort, rritje pensionin, ekonomi gjitha, ta mojsh veshti si të rritet. Pikat e tyre ishte një kontratë sociale. Jo, nuk është ashtu, nuk funksionon ashtu, do të i do unë. Jo.
Dil për ekonominë, i di ty, ta mojsh vesh ti, se është diçka, edhe ai e di. Po jo tani, qeveri e re, po se që janë qeveria, që janë qeveria pem, jo ka kosta gjë. Ka që në 2013 qeveri. Po le të ketë, ka mandatin. Është ndërkombëtar, në gjithë botën ka mandatin. Pse s'dulen atë ditë kur u numëron votat, Po dulen mas i viti. Qëse ti je në fillimet e mandatit. Jo, të lutem, ka rregull. Jo. Qeveria bo gabime, i bi mos me erdhu qeveria. Jo rëzo qeveria, me vot. Po mbas 4 vjet, me prit 4 vjet. Me vot, po mi më ditë protest për ekonominë. Për ata kanë dalë ata. Ja, 25 ditë hikti Shqipëri e re. Ku është Shqipëri e re? Shqipëri të re, s'ka kështu. Nuk ka. Ti mendon që gjona po shkojnë siç duhet? Jo, ka gabime. Ka gabime, po zgjidhen gabime në mënyrë paqësore. Cilat janë gabimet që pastaj? Gabime, rrite për ariqik pensionet, gjitha, sigurisht që tani ku mund të ndodhi, a e di, e merr vesh. Me dhonë nuk ban. Investimet në Shqipëri na ndihmojnë neve. Nuk këto shit toka, mërë zotëri. Toka shit që 91-shin, je ke i vogël. 91-shin është shit toka, se erdhen e more tokën time ti, ose unë ty. E në u shit 3 herë. Pse të vazhdojmë ta shesim 2020? Po jo, është shit ajo. Nuk gjem o letra ti. S'ka gjukat. Se ke marrë ti 3 herë. A shit me par letra. Më transparent qeveria lidhur me Po, do transparenta për çdo gjë, do transparenta me ndërkombëtar të gjitha në rregull. Jemi në prag me hym Bashkimin Evropian. Tani o do na pusi ky, ose s'putësh të imoset jemi gjallë. Se po erdhe ti, unë s'të njoh ty për momentin. Do filloj loje nga para. Njeri më të mirë se Rama. Jo, s'ka më të mirë se ky. Se e mora vesh gabim, më të mirë se ky s'ka. Me vot, kanë konkurro me moti, vota popit të ruje votën, gjitha. Po kanë frikë, se i vjedh ky. Nuk është ashtu, nuk qarkullon ashtu. Se radhe votoj Partia Socialiste në masë, se s'kishte kujt ja hap te, pik. Po këto dosje që dolën në SPAK, të zëvendësministrave. Nuk e ka Rama atë, të lutem, nuk e ka. SPAK është... Çudi që Jo. kryeministra janë Jo, mos zotëri, vazhdojnë gjyqtarë, ato gjyqet e gjitha me rregull, ai sa ta mëse se ka... Po është diçka luhet rolet e. Po ky Dritan Goxhe, si e gjykoni dalin? Nuk e njoh fare. U bën ti sot unë s'jap po. Do vitet të bësh alternativë për të mbush menën mu. Se nuk është brigadier. Është qeveri. Mëni ka kosta. Bësh zgjedhje parakoshme, ka kosta. Se hudhen të gjithë. Kjo, një. E dyta. Kosova po bën zgjedhje herë 3 muaj. Po s'ka kryu mandatin. Prandaj. Jo, po s'ka kryu mandatin një herën. Është më mirë të kesh kosta ekonomika, kosta demokratike. Ekonomika është. Po është, pra po atje nuk zbatohet, mani ai nuk ka numrat. Ai merr më shumë se ti, por nuk kërë ato qeverinë. Aty i rën, edhe Rama, kërkoj mos besim në parlament, por qeveria i rën. E po aty është loj tjetër, prandaj. Prandaj vitin tjetër, prit, aty provohet pulsi. Tani ka zgjedhje, janë me kushtetut, vitin tjetër. Zgjedhje vendore. I kamun, i keti. Kura, luj, mush me në alternativ, merë, aty provohet pulsi. Tensioni. Tani zgjedhje vitin tjetër të ligjshme. Bëjmë zgjedhje prap tani ne, shkojmë zgjedhja ka pasoja. Edhe me marti, e me marr i kullumi ka pasoja. Pse ka pas? Çfarë pasojë? Po ka pasojë se kero të qeverinë, më zotëri. Nuk ka parti në... Italia rëzon qeveri herë. Po lema Italias atë 80 miliona është 200 vjetë demokraci mos bakrasime. Një gjo, ti... Po pse mos bëjmë edhe ne Oh, demokraci? mos më lodh. Nese me bëj zgjedhje parakoshme, qeveria do i bëj zgjedhje parakoshme. Sa është me kushtetut. Po shteti, jo qeveria. Po nese. Tani në atë shtatën e mamen? Lidhe ka nuk Jo, në atë shtatë ishte të kërës automatiku, e në rëkurzu qeveria. Arzum qeshor. Në mars fillon të rëzirat, në qeshor edhe të reqen se zgjeli armë pa u hapë, zgjeli depo, Tirana nuk në sulmoj shtetën në atë kohë. Vëram një tjetër. Zë tokën i gjitha. Por, zgjedhjet nesë më u bo, me bashkë mërveshë do bon të gjitha, prap Partia Socialiste e merë. Nuk merë a sa ka merë, po ti nuk merë sa unë. Harroje, qeverinë kërjoje mëri.
Po që i zote kërëja, 71 mandate. Po kërëve qeverinë 71 mandate, i vetëmi ti, prava qovë qeverisë, në ba fush me lule.